Të më tjetë 35 minuta shënon ora, ju që jeni në trafik, po mundohemi t'ju a bëjmë sa më të lehtë trafikun, për që t'i bëjmë atë semaforin se ndryshojmë do të mos atë të 21, sa ajo është më i keq. Baleandro Islami, content creator, dhe Giulio Radi, ekspert marketingu, menduat se e shtruan pak me intervistën, por tani ju nuk e dini fare se çfarë do ndodhi. O DJ Vini, do ti ai do të djersitemi, ha? Po pse me kondicionerësh? Okej, s'ka gjë, kisha qenë. Bëuni gati sepse kemi përgatitur për ju 30 pyetje ku ju duhet përgjigjeni me një fjalë, por kujdes, kujdes. Sepse nëse thua 2 ose më shumë, nëse ndërton fjalinë ne të kthejmë nga fillimi, do të punoni si një ekip i vetëm. Okej. Juli dili borxhit. Po s'ka pikë gjunavi dhe mendojnë sikur po bëni një video. Po mishë si do diskutojmë dhe Giulio. Tash do përgjigjem me rradhë. Një. Unë po ja bëj Baleandros, ti po ja bëj Giulio. Bukur. Çfarë e fundi që hëngra? Uj, apo s'quhet e kërë. Uj, apo s'quhet është fjali. Nga fillim. Gjëja e fundit që s'hëngra. Uj. Era e fundit që bëre shef. Në shkollë të mesme. Shkollë mesme, jo fjali. Giulio s'ka që sa nga ndonë kështu. Gjëja e fundit që hëngra. Uj. Janë nga grushtat nga kohë. Era e fundit që bëre shef. Pardje. Mashtrues. I ka shumë thoi Baleandro. Po. Je komfort, nëse po, a mund ta thyesh një pjatë në të? Po. Baleandro i ke lënë ndonjëherë punët e tjerëve për të marrë me punët e tua? Po. A të pëlqejnë komshitë tu Giulio? Ju shumë. Baleandro se kupton fare se çfarë ti. Po, e kuptova, sepse the le punët e tjerëve Bukur. Mos u ngut që të përgjigjesh, të pëlqejnë komshitë e tu? Po. Ke ndërmend të desh sot të bësh taf? Jo. Digje shumë e verë nëse po a lyesh dhe ti me kos? Jo. Po Giulio, e bukur apo e zgjuar? E zuar. A je i lumtur? Jo. Duhet të zgjurati. Tani ata jeni sinqert, i lutem. Po, vazhdo. Para apo dashuri Giulio? Para. Puthja e para, puthja e fundit. Dje. E fundit pra, ose e para, i bëj që nuk ka. O Giulio, ku ishte puthja e fundit e Baleandros dje? Gjeje. Në të rrocë. Në të arrat. E ka bëni kështu me apostrofi, falje. Kam këtë gjunat në të arrat janë dy fjalë. Jo. Ishte në të rracë me apostrof, lutem shumë. Është bosh. Njeri ju e grushta nga hoka. Gjëja e fundit që hëngra Baleandro. Uj. Era e fundit që bëre shef Giulio. Pardje. I ka fshon gishtat e këmbës Bali? Jo. Je komfort nëse po, mund ta thyesh një pjatë në të? I ke lënë ndonjëherë punët e tua për të marrë me punët e tua Bali? Jo. A të pëlqejnë komshitë tu? Shumë. Ke ndërmend të derë sot të bëhesh top lonz? Jo. Digje shumë në verë, nëse po, a lyesh me kos? Jo. Kosi hajt apo pijet Bali? E bukur apo e zgjuar? E zuar. A je i lumtur? Jo. Para apo dashuri? Para. Puthja e para, puthja e fundit. Dhe pse dje? Okej. Ku ishte puthja jote e parë Giulio? Të rrocë. Taraci po gjes. Taraci. Në shtëpi sot Giulio do ta marrë. Të pëlqen shumë kinese se po, do ta haj një zhapik që është content creator në Kin? Jo. O Giulio, më mirë të thot zemër, shpirt apo Eksperti marketingu tim. Zemër, se po përgjigja në tjetër. Do të bëj fjali. Jo, nuk kam pikë gjunafi, mos. Gjëja e fundit që hëngra. Se u nga fillimi nuk e marrë. Po do të përgjigja zemër vetëm një. Ne, falja. Zemër tha. Se prandaj s'të përgjigja tjetër, Se se po- është dy Po fjalë. duhet të thuash të lutem që të falë, ndryshe s'ta fal. Por favor, të Për hatër shokët mi të lutem. Okej, në rregull, mirë. Ti aje me mua me Ariun, Unë jam me të drejtin. Pas kemi tradhtar vini këtu. Okej, mirë, vazhdo Juli, vazhdo. A shan kur she lajmet? Po. I ke fshirë ndonjëherë hundët me mëngët e trigos Bali? patjetër. I bie ndonjëherë qylit Giulio? Asnjëherë. Hera e fundit që e skuqur nga turpi e bërë speci kuq. Sot. O Giulio, atë kanë kapur ndonjëherë mat me dikë dhe ke thënë le, sa e kam thjesht shoqe. Po. Në taras. Hera e fundit që the më fal. Sot. Hera e fundit që gënjeve. Në taras. I lënduar ndonjëherë nga dashuria Baleandro? Patjetër. O Giulio, nëse do të transformohesh në një kafsh, çfarë kafshe do zgjidhje tishe? Krak. Ujk. Krap. Ujk taras. Më mirë të duash apo të duan? Të duash. O Giulio, me kë nuk do doje të shihnin as në ndër. Lëshohet Taras. Asa në azuri gjumi, Donald Trump. Donald Trump, okej. As në ndër me Donald Trump. Ja. We're gonna be the one. Drajat bën makinës dalë.
Ke qeshur ndonjëherë në varrim një mek Bali? Jo. Si bën kot. Tash e ka marrë. Pyetja $1 milion për Giulio. Po Giulio, çfarë bën kur s'ke ç'bën? A Giulio, thuaj tani në terrac, jemi gaz. Në terrac. Bravo. Shkodrane lëshojnë terraca. Nëse do të zhdukeshe për një ditë ku do të shkoje Balandro? Panama. O Giulio, nëse Te do ullin në Panaja, atje edhin te vashëza. Bravo Bali, bravo. nëse do mund të dilje në një takim me një person të famshëm në gjithë historinë e njerëzimit, të gjallë apo të vdekur, këtë do zgjidhje dhe pse? Jo të rrota, në katër. Jezu Krishti. Okej, bukur. Do e pyetja ç'ne. Ç'ne? Po ti Balandro. Me këtë do se dilje në një takim. Do të jam me Skënderbeu. Pse ti edhe ti ç'ne do t'i thoj? Jo, Gjergj Kastrioti. Jo ç'ne. Pse jo do i thoj. Ja, vetë që do bësh që do bëhesh me. Jo bëj shmerë. Jo, Skënderbeu pse jo? Të intrigon çfarë? Pse s'ka? Po ma kam bërë dhe herë tjetër këtë pyetje çuditërisht dhe e kam menduar gjatë, dhe kam thënë që Ne na kanë kopju, prandaj. ndoshta. Dhe kam menduar që pse jo të marr çik nga figura jon kombëtare. Okej. Çik dije, çik njohuri. Bukur shumë. Bukur shumë. Okej. Vino, na kthe sërish në realitetin ton. Çuna, ja dolët me pak sforca ta kalonit. Terrac. Falenderoni Julin se un sinqerisht I pamshirshëm o burrë nuk do Dio. kisha pikë gjinaf që loja është loj, Real Madridi është Real Madrid. Hala Madrid. Tani është Real, po. Paso! Bravo. Manushi Junior. Jepi glet në banë. Po, Djema, ju falenderoj shumë që zgjodhe që këtë mbrëmje ta kaloni këtu në ambientin e Top Albania Radios për të folur me të vërtet për këtë temë, sepse ne shumicën e kohës bëjmë shaka, po janë disa tema që me të vërtet duhet flasim, duhet që të hedhim dritë mbi disa gjëra, sepse sot unë mund dalë dhe mund të them unë jam princi i Shqipërisë, edhe asnjëri mos më ndaloj. Pra ne duhet të frenojmë disa njerëz që Pra çuna nuk Ju është ka i leku kali. sheshit kaq kollaj. Absolutisht. Duhet me punu i çik. Tani thoni këto llafe se shiko pak si funksionon. Ne kemi bërë një lloj kontrate që sa më shumë fjalë të mira thoni ju në intervistë, aq më shumë lek marrim nesh. Kontratë me përqindje. Fjalë të mira herë 10. Klart, mi herë 10, po. Nuk ka trur. Sa i zgjuar që ka ky bali, Shi sa bëj ndaluar shaka. Vigjosin. Seriozisht po. Po mirë online. Giulio për ty, Giulio duhet thuar që ja 3 fjalë shumë të mirë, e bën këtë, ha. Shumë mikpritës, shumë interesante edhe pëlqen që keni marrë tema tamam edukuese domethënë. Edhe ju pafshan maj çuna. Po ta them se ndjem keq tani. Ha 50 i bëri Giulio, sa do bësh? Jeni dy çuna fantastik. Ju uroj shumë suksese në këtë rrugëtimin tuaj edhe shpresoj të na ftoni prapë. 43. Respekt. 49 lera. Ska gjë, mirë se i ndajmë. Çuna dhe njëri ju falenderojmë shumë. Paçi punë. Hajde, Lumdoja. qofshi top fare dhe asnjëherë tap topi. Kjo është respekt. Sa e bukur, brillante. Po vini mbajt na duhet për Shumë jingle. bëllë dhe kemi qenë për sot. Shkoj marrim ato 6.000 euro të shkoj. Ne jemi niprit. Jo, ajo është pjesë tjetër pastaj. Okej, ikim muzikë, rikthehemi sërish vetëm pas pak, vazhdoni që qëndroni këtu me ne. Akoma të du. Flak po model mu. E kuptove na lotën pikon. Kuptova. Ju zuri kënga që nuk ikni. Jo, nuk ikim sepse keni ardhur ju dhe ne duhet ju Respektojmë. respektojmë deri në fund. Erma. Po ne Erma t'ja bëjmë respektin. Mirë Ta mbrëma. bëjmë ne T'ja respektin. bëjmë edhe ne respektin. E meritojnë çunat. Faleminderit Patjetër. shumë. Nuk Mirë se diskutohet. erdhët edhe punë të mbar. Faleminderit. Shumë. Çdo Shumë bëni sot në faleminderit. Lençja. Në Lençë, Lençë. sot do të kemi një episod shumë të veçantë, ndryshe nga çdo episod tjetër. Ne këtë e themi për çdo episod që kemi nga një intervistë. Është një farë mashtrimi. Në këtë rast realisht qëndron. Ja, Okej. qëndron sepse është ndoshta një ndër intervistat më të bukura që ne kemi patur, sidomos për gjatë këtij sezoni, dhe i ftoj të gjithë dëgjuesit e Top Albania Radio ta ndjekin, qoftë në radio, po qoftë edhe në televizor tani. Tani Edhe në televizor. Kemi tani televizor? Tani jemi aty tek shikon një- filmo. Se kjo është kamera e televizorit, është respekte. Respekte, mami, babi, love you. Si u shkoj? Zjarr fare, U top kënaqet. fare. Po, është Top fare, top tamam fare, si si emision. emisioni. Një falënderim do të shkoj për DJ Vinin e mrekullueshëm, që sot ka qenë fantastik si që 99 që ka marrë punën. Kur lindet ti. Po, kur linda DJ Vini bënte miksimet. Do t'ju përshëndesim ju grupi me një këngë që mbase është harruar. Po. Edhe ai vete ka harruar. E njihni Bertan Aslan apo jo? Po.
Bertani, Patjetër. ke parasysh, Bertani tani është duke bërë namin në Stamboll, ka një karrierë fantastike në kinematografin turke, por fillimet e tij pati nga Top Festi. Që dilte edhe kërse akoma të du flak po model mu. Ne me këtë sigurisht do të ndajemi duke ju lënë juve stafetën dhe ju urojmë shumë suksese. Faleminderit. Shikoni, ne do të dëgjojmë të hënën tjetër, për deri atëherë natën e mirë, shijojeni dhe Davidi dhe Erma ju presin pas pak.